këtë që ka përshojmë ditëve të fundit nuk është diçka e re në vendin tonë. Zotën për 25 vite pas luftës, politikë bërës të ndryshëm, përgjithësi, dhe qeverit të ndryshme në veçanti, kanë zhvilluar lojrat të tilla për ta marrë pushtetin sa më fuqishëm sa i përket numrave në parlament, po dhe në ekzekutiv. Kështu që kjo çka është duke ndodhur sot nuk është diçka e re, edhe në të kaluarën ka pasur lojra të tilla, nëse mund të themi, me fatin dhe të armën e qytetarëve të Kosovës, nga se partitë për pushtet, individ të ndryshëm, mundhes të ndryshëm, prioritete kanë pas kariken, pozitën e tyre personale, ndërsa më së paku kanë menduar për të armën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne sot mund të flasim me orë të tëra, por faktet e tregojnë më së miri për 25 vite pas luftës se kush sa ka punuar dhe a kanë punuar për veti, a kanë punuar për qytetarët e Republikës së Kosovës. Edhe kjo legislaturë e cila është përzgjedhur nga qytetarët në nënshkurt që e lan pas, sikurse legislaturat e kaluara dëshmon ambicien e lartë për pushtet dhe jo interesin e përgjithshëm dhe mbrojtjen e të armëve të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Prandaj nuk është diçka e re. Jemi ballafaquar me situata të tilla gjithmonë, ka pasur ndoshta situata dhe më të rënda kur qeveritë e kaluara janë ngvarur dhe kanë pritur listën serbe të vinë nga Beogradi, domethënë kanë qëndruar duke pritur derisa vjen lista serbe nga Beogradi me orë të tëra për të marrë votat, fituar besimin. Dhe tani kemi një situatë tjetër kur nuk votohet kandidatja për krye parlamentare, por megjithatë unë do e përfundoja se nuk është e re diçka. Ne jemi mësuar të shohim gjëra të tilla. Zotë nëse kam qenë deputet në Kuvendin e Kosovës, edhe për atë arsye jam ndarë nga partitë e tjera, nga koalicionet dhe kemi themeluar partinë e re Fjala, që jam kryetari i partisë politike Fjala, nga se nuk kemi dashur të identifikohemi me këtë politikë të këtyre politikë bërësve, të cilët prioritet e kanë interesin personal, nuk e kanë interesin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne si parti politike Fjala e kemi një slogan që nga themelimi jon nga viti 2015 dhe me sot, ku themi se politikani duhet të jetë shërtori i popullit. Dhe sot në praktikë kemi të kundërtën, ku qytetarët popull janë shërbim të politikanëve. Ata dalin, ju sigurojnë numrat, votat, por sa po t'i fitojnë zgjedhjet, politikanët dhe politikbërësit ja u kthejnë shpinën qytetarët të Kosovës. Për atë arsye, ne si parti politike Fjala e kemi vë një vit të trashë të ndarjes raport me këto parti tjera politike, nga se nuk kemi dashur të punojmë për interesa personale. Nuk ka qenë prioritet yni karika personale, si kur ta dënim një gjë të tillë, edhe ju jeni protagonistë të gjitha atyre ngjarjeve me vite të tëra, kur kemi pasur oferta edhe për koalicione të ndryshme, vetëm që të përfitojmë personalisht ndoshta ne apo politikisht si parti, por të gjitha i kemi refuzuar nga se nuk kemi dashur të zhytemi në ujëra të tilla të interesave personale, po kemi dashur ta mbrojmë interesin e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe mos jemi pjesë apo skenari i kësaj që ka po ndodhur sot. Për atë arsye është e papranueshme kjo që po ndodh, por është një realitet i hidhur.